Inteligjenca artificiale po bëhet gjithnjë më e pranishme në sistemet shëndetësore në mbar botën. Teknologjia e avancuar po përdoret për të ndihmuar mjekët në diagnostikim, monitorim dhe trajtimin e pacientëve, duke sjellë ndryshime të rëndësishme në mënyrën se si ofrohet kujdesi mjekësor. Mjeku Qamil Dika thotë se këto pajisje do të jenë gati për të ofruar shërbim shumë shpejt, megjithëse kostot janë tepër të mëdha. Pajisjet të cilat përdorin më së shumti, të cilat edhe në këtë drejtim është një sfidë e re dhe ato kërkojnë vitet e tyre. Imazheria, shërbimi i imazherisë është ai i cili ka përdorimin më të gjerë të teknologjisë së më të fundit, pra përmes inteligjencës artificiale, të cilat bëjnë një lloj diagnostikimi të tyre. Sigurisht, kompanitë e mëdha të cilat i prodhojnë këto pajisje mjekësore kanë investuar shumë të jashtëzakonshme në instalimin e këtyre dhe në shumë pak kohë ne do të kemi shumë pajisje të cilat disa nga shërbimet mjekësore do t'i sfidojnë ato duke edhe rolin e profesionistit dhe mendohet që një pjesë e këtyre shërbimeve mjekësore edhe mund të zëvendësohen si pasojë e përdorimit të inteligjencës artificiale në diagnostikim të elementeve të ndryshëm. Pra, imazheria është ajo parsore. Përveç imazherisë, specialistët vlerësojnë se zhvillime të rëndësishme po ndodhin edhe në kirurgji, ku robotika e mbështetur nga inteligjenca artificiale po rrit ndjeshëm saktësinë e ndërhyrjeve. Pa diskutim, ne mendojmë që edhe shërbimi i kirurgjisë mund të jetë shumë i ndihmuar nga përdorimi i inteligjencës artificiale në pajisje të ndryshme, robotikës mjekësore, të cilët mund të bëjnë po themi ndërhyrje kirurgjikale të një precizioni shumë të lartë. Unë shpresoj shumë që onkologjia të ketë një përdorim masiv, çka do të zgjidhte një problem madhor që ka planeti ynë, njerëzimi në tërësi, si sfidë për të trajtuar këtë problem sfidues të njerëzimit në kohën, në dekadën dhe epokën ku ne jetojmë, për të nxitur kështu më shumë diagnostikim dhe më shumë efektshmëri në trajtimin mjekësor të këtyre problematikave. Megjithatë, Dika thekson se teknologjia do të mbetet një mjet në shërbim të mjekut dhe pacientit, duke e plotësuar dhe jo duke zëvendësuar plotësisht rolin e specialistëve.